Sot të gjithë pedagogët dhe studentët do të hedhin votën e tyre për rektorët, dekan, shefa departamenti e këshilla studentor. Në Universitetin e Gjirokastrës do të marrin pjesë 1670 votues, nga të cilët 125 pedagogë, ndërkohë mësues se studentët do të votojnë në 4 fletë votimi ndërsa pedagogët në 6 fletë votimi. Sipas kryetarit të komisionit zgjedhor, Gendean Ruspi, i gjithë procesi vijon normalisht, ndërkohë gara për numrin 1 të universitetit është mes profesor doktor Bektash Mema dhe profesor doktor Kostaq Hila. Aktualisht sot në Universitetin e Qerem Çabej po zhvillohen zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese, të cilët do të jenë për periudhën 2016-2020. Janë thirrur në votime personeli akademik dhe trupa studentore. Aktualisht do të votojnë sot, do të votojnë 400 studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe 1146 studentë të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore. Njëkohësisht do të votojnë edhe pedagogët e Fakultetit të Shkencave Natyrore, janë 40 dhe 85 pedagogë të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore. Sot do të bëhen votimet për rektor, dekan, drejtues të njësive bazë, do të bëhen votim për antarë të Senatit Akademik, për komisionet e përhershme që janë të atashuara pranë universitetit tonë. Deri tani procesi po vijon normalisht, është siguruar baza e nevojshme, kjo është kryesore, do thosha, në tërësi procesi nuk ka mungesa probleme, është zbatuar rigorozisht rregulloria e zgjedhjeve dhe ligji i arsimit të lartë. Deri tani vijohet normal me votimet, nuk kemi pas problem dhe ecuria është krejt normal. Rregulloria ka sqaruar shumë mirë këtë pjesë. Votuesit u është dhënë e drejta për të lexuar emrat e tyre në periudhën e caktuar nga rregulloria dhe në tërësi nuk kemi pas probleme, e kanë gjetur emrin, kanë votuar konform atyre rregullave që ne kemi vendosur më përpara. Në 16:00 më pas do të fillojë procesi i numërimit sipas kategorive, për kategorinë rektor, dekan, drejtues të njësive bazë dhe pastaj do vazhdojmë me organet e tjera drejtuese në universitet. Sipas rregullores së re në zgjedhjet që mbahen sot, në fund rezultati do të shpahet sipas një formule ku vlefshmëria e votës në raport pedagog-student do të jetë 90% me 10%. E thënë ndryshe, rezultati në përqindje do të dalë si rezultati i numrit të votave pro kandidatit nga personeli akademik përballë numrit të votave që personeli akademik ka votat e vlefshme. Kjo llogaritet dhe shumëzohet me 90% plus numrin e votave pro kandidatit nga studentit përballë numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme nga ata, të cilët ponderohen me 10%. I gjithë procesi i votimit, i numërimit dhe llogaritjes do të bëhet në fakultet pas orës 16 dhe pas këto të dhëna do të dërgohen në Komisionin Institucional të Zgjedhjeve, i cili është dhe arbitri që menaxhon procesin që nga regjistrimi i kandidatëve deri në emërimin e fituesive. Ndërkohë rezultati pritet dalë sot në orët e vona të mbrëmjes, ndërsa certifikimi do të marrë disa ditë kohë pasi komisioni të verifikojë votat.